Presidenti rus Vladimir Putin ka shkelur për herë të parë në kryeqytetin serb mesditën e sotme ku prit nga homologu i tij serb Timoslav Nikolic. Putin ishte i ftuar nderi në një paradë ushtarake për të përkujtuar 70-vjetorin e çlirimit të qytetit nga ushtria e kuqe. Kreu i shtetit rus u përshëndet nga parada prej 3000 ushtarësh serb e para në 30 vite. Ai vendosi kurora me lule në monumentin e çlirimtarëve të Beogradit dhe heronjve të luftës së parë botërore, ndërsa më pas zhvilloi bisedime në një takim kok më kok me presidentin Nikolic, nga i cili u dekorua me urdhrin e Republikës së Serbisë. Putin e cilësoi këtë medalje si një shprehje të respektit dhe dashurisë së Serbisë për Rusinë dhe popullin rus. I pyetur në lidhje me njohjen e pavarësisë së Kosovës, Putin citohet se ka thënë se Rusia mban të njëjtin qëndrim e kjo jo vetëm bazuar mbi miqësinë dhe afrimitetin me Serbinë, por bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić tha sot se vlerëson mbështetjen e Rusisë për ruajtjen e integritetit territorial dhe pavarësinë e Serbisë, sidomos me mbështetje ndaj çështjes së Kosovës. Putin u ndërrua me një paradë ushtarake e cila përfshiu gjithashtu dhe tanke, anije dhe aeroplan ushtarak. Kjo është vizita e tretë e Putinit në Beograd. Ai ka qenë në Serbi në vitin 2001 si kryetar shteti, ndërsa 10 vite më vonë si kryeministër. Mediat ndërkombëtare komentojnë se kjo vizitë jep mundësinë Putin të tregojë se Rusia komandon ende pjesë të Ballkanit, qoftë përmes furnizimit me gaz, nocionit të vllazërisë së rrënjosur në histori apo dhe vlerave të përbashkëta shpeshherë konservatore. Članova delegacije od kojih